Miq të dashur të Klan Kosovës, mirë mbrëma, po takojmë së bashku në episodin më të ri të orës së pasdites. Në pjesën e dytë të këtij emisioni do të flasim për gjithsej 20 alpinistë të Kosovës, të cilët do ta pushtojnë majën më të lartë të Afrikës. Këto do t'i flasim në pjesën e dytë të emisionit, kurse siç do të hënë tjetër edhe sot në pjesën e parë do të flasim me të ftuarin tonë nga Spitali Amerikan. Kësaj radhe do trajtojmë temën skriningu për fibrozë cistike tek hiposalinduri. Mirë, po ne kemi përgatitur gjithashtu edhe materialet të tjera për ju, ta kuptojmë se cilat janë ato për të kthyer më njëherë me intervistën e ditës. Si u paraqet ekipi i filmit kosovar Shok në ceremoninë e ndarjes së çmimeve prestigjioze Oscar. Cilat janë ndodhit më interesante në edicionin e 88 të këtij festivali, kush triumfoi këtë vit? Si duket pas 5 shekuj shmulliri i Radovcit? Sa është kapaciteti i furnizimit në tregun kosovar nga fabrika e tekstilit në Dragash? Materialin për fabrikën e tekstilit në Dragash do ta ndjekim në pjesën e fundit të këtij emisioni, ndërsa tani është koha të marrim këshilla mjekësore. Këtu në studio e kemi doktorin nga Spitali Amerikan, është Erzen Hasani, pediatër. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Atëherë sot do ta trajtojmë një temë, është skriningu për fibrozë cistike tek hiposalinduri. E dim që faza e ardhjes së fëmijës në jetë është një fazë mjaft e vështirë, por gjithashtu edhe njoftimi i fëmijës me botën ambientimi është mjaft i vështirë. Atëherë si bëhet skriningu tek hiposalinduri, doktor, dhe na tregon çfarë është skriningu si fillim? Do të thotë skriningu, vetë fjala skrining nënkupton depistimin apo kërkimin e disa sëmundjeve apo çrregullimeve të lindura metabolike tek hiposalinduri. Është një metodë bukur e vjetër, metodë e cila është zbuluar realisht për herë të parë nga një shkencëtar i quajtur Guthrie, dhe në përnder tij edhe vetë ajo letra apo në të cilën e vendosin gjakun është quajtur si letra e Guthries. Skriningu i parë është bërë për një sëmundje e quajtur fenilketonuri dhe mandej është shtu numri i këtyre sëmundjeve të cilat depistohen në mënyrë rapide. Sot kemi me dhjetra, mos themi me qindra sëmundje, të cilat mund t'i detektojmë qysh në fazët e hershme. Skriningu është një metodë shumë e mirë, relativisht e lirë, për zbulimin e hershëm të sëmundjeve të ndryshme tek hiposalinduri, për zbulimin e çrregullimeve metabolike, të cilat ndoshta me analiza dhe metoda tjera shumë vështirë me i gjetë dhe me i diagnostifiku. Është metodë shumë e thjeshtë në princip, mendoj bëhet me një shpim të vogël në themrën e të posalindurit, merren disa pika gjak edhe ato vendosen në një letër. Këtu kemi edhe disa nga pamjet. Po kjo është prej punës së përditshme tonë në Spitalin Amerikan. Kjo letër mandej dërgohet në laborator dhe kemi, me të vërtet, jemi shumë krenar që për herë të parë në Ballkan kemi një laborator, Spitali Amerikan posedon një laborator të tillë, i cili mund të bëjë detektimin dhe analizën e këtyre mostrave të gjakut. Deri vonë të gjitha mostrat janë dërguar në shtetet fqinje, qoftë në Gjermani, qoftë në Turqi apo Greqi, sepse një laborator i tillë i sofistikuar më i afërt ka qenë në këto vende, tani ma e kemi në Spitalin Amerikan. Tash e kemi edhe në Kosovë. Por cila është vlera ose rëndësia e skriningut tek hiposalinduri? Po, rëndësia është mu kjo. Nëse detektohet një sëmundje që nga fillimi, që nga ditët e para të jetës, atëherë për shumë për këtyre sëmundjeve kemi mundësi që t'i ndihmojmë këtij të posalindurit, qoftë me terapi, qoftë me masa dietale, qoftë me mënyra tjera mjekësore që ky fëmijë të mos pësoj atë më të keqen ose të mos i bëhet vonë.
Po, kjo është edhe, mendoj gjithë poenta e screeningut neonatal është kjo, që të bëhet sa ma herët diagnostifikimi, mënyrë që të fillohet sa ma herët edhe me trajtimin e një fëmijë të posalindur. Doktor, në thuaj, çfarë është fibroza cistike dhe si diagnostifikohet kjo në spitalin amerikan? Po, në kuadër të këtyne smundjeve të cilat ne e bëjmë screeningun tek i posalinduri, për herë të parë në Kosovë, mendoj edhe në rajon, është edhe screeningu për fibrozën cistike. Fibroza cistike është një sëmundje relativisht e randë, e cila është një sëmundje trashëguese, do të trashëgohet në mënyrë autosome recesive, kërkon 2 gjene që të ketë një ekspresivitet në kuptimin e patologjisë, dhe e cila derivon tek ne është diagnostifiku vetëm në moshat shtyme, mendojnë të fëmijët, në bas komplikime e tjera. Tani kemi mundësi që me matjen e një quhet tripsinogenit imunoreaktiv, i cili po ashtu bëhet me një pik gjak prej themrës të posalindunit, e masim edhe nëse na del vlerat e rrituna, atëherë duhet më ndërmarr testet tjera për me vërtetu apo me dhanë diagnozën e fibrozës cistike. Fibroza cistike, prapë them, është një sëmundje e cila ka disa forma. Forma më e shpeshtë është forma pulmonare, e cila i atakon mushkrit, po kemi edhe formën e cila atakon sistemin digestiv, mandej sistemin reproduktiv, shkakton edhe diabet, kozgjatja apo jeta mesatare fatkeqësisht në vendin tonë shumë e ulët të këto persona, sillet dikun dhe 15 vjeçare, në botë me masa terapeutike dhe me ndihmën e qoftë edhe transplantit të mushkërive, kanë mri që këtë jetëgjatësi ta shtyn, kështu për shembull në Kanadë, deri para 25 vjetëve, jetëgjatësia ka qenë dikun 3 vjetë, sot është dikun rreth 47 vjetë për këto persona, që është një sukses mjaft i madh. Në Amerikë është pak ma pak, dikun rreth 40 vjetë. Tash, kjo edhe duke ju falenderu që është bërë diagnostifikimi me kohë i këtyne pacientave. Në shumë shtete botnore, si për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Mbretërinë e Bashkuar, është obligative. Do të bëhet të çdo i posalindur, në mënyrë që në Kosovë, them, era parë këtë vit kemi fillu në spitalin amerikan, të bëjmë screeningun për fibrozën cistike, dhe prapë, them, është një ndihmes shumë e madhe për diagnostifikim edhe të fëmijëve, për kolegë tanë, qoftë pediatër pulmonolog, qoftë endokrinolog, sepse japim një ndihmes. Nëse një fëmijë, një posalindur në del pozitiv, atëherë duhet të ndërmiren disa analiza tjera, qoftë matja e klorit në djersë, është një analizë cila kryhet po ashtu në Kosovë, qoftë mandej me analiza gjenetike, nëse dojmë me vërtetu cila variant është, sepse kjo sëmundje ka mbi 1500 lloje të ndryshme. Themi lloje apo çrregullime të ndryshme të kromozomeve, të gjeneve, më e shpeshta është ajo delta F 508, po 90% njerëzve këtë çrregullime kanë, mirë po ekzistojnë edhe shumë varianta tjera. Diagnostifikimi i hershëm me masa terapeutike të hershme garanton një sukses më të mirë në trajtimin e këtyre fëmijëve. A duhet trajtohet vazhdimisht apo është një sëmundje që mund të shërohet plotësisht me kalimin e viteve? Fatkeqësisht këto fëmijë kërkojnë një trajtim kontinual, me faza të përmirësimit dhe me faza të përkeqësimit, mirë po sëmundja është aty. Sëmundja nuk, sepse është një sëmundje gjenetike, është sëmundje trashëgume, dhe shkakton probleme të cilat janë të vazhdueshme. Në rastet e ralla, kur nuk ka më ndihmes, në shtetet e ndryshme perëndimore, ndërmiret edhe transplanti i mushkërive, si masë e fundit për shpëtimin e jetës, fatkeqësisht e ne ende nuk kemi atë mundësi, mirë po kryesorja është që një fëmijë ta ketë diagnozën,
momenti që e ka diagnozën, atëherë dhe qasja dhe trajtimi këtij fëmijës do t'jetë sigurisht më i saktë dhe më adekuat. Po, çfarë sëmundje të tjera ose çrregullime të tjera mund të detektohen në spitalin amerikan? Po flasim të këtij llojit që janë pakës më të ndërlikuara. Po në spitalin tonë prej vitesh ka, do të thotë prej hapjes së spitalit dikun banë 4 vjet tash, e bëjmë screeningun për sëmundje apo çrregullime të lindura të metabolizmit. Një prej tyne për shembull është screeningu për hipotirozën konjenitale apo mungesën e hormoneve të gjandrës tiroide. Është një prej sëmundjeve e cila po ashtu detektohet me këtë metodë të screeningut. Normalisht kërkohen analiza tjera plotësuese nëse screeningu i parë del pozitiv. Mirë po është një sëmundje e cila me të vërtet ka mjekim shumë të mirë. Kështu paramendoni nëse për shembull një fëmijë diagnostifikohet në javët e para që ka një mungesë, një hipotirozë apo një ulje të nivelit të hormoneve të tiroides, nëse nuk diagnostifikohet fillimisht, pas disa jave ai do të pësoj dëmtime irreversibile të trurit, do të atakohet inteligjenca, zhvillimi i përgjithshëm i atij fëmijët, dhe këto dëmtime janë të përjetshme. Përkundrazi, nëse fillimisht e detektojmë edhe fillojmë trajtimin i cili konsiston në shtimin e hormonit të gjandrës tiroide në mënyrë artificiale, do të thotë me një gjysmë tablete në ditë, ky fëmijë rritet si fëmijë normal. Tash paramendoni sa është rëndësia e detektimit të hershëm, dhe diagnostifikimit të hershëm, në vend të një fëmiu i cili do të jetë invalid, jo i aftë për kujdesje për vetvete, do të jetë një randes për familjen, po edhe për shoqërinë, do ta kemi një fëmijë të shëndosh i cili rritet si gjithë fëmijët tjerë. Të më thonë me pak kujdes në ditët e para të jetës së tij. Me screening, me kujdes, normal me terapi të përjetshme. Kemi edhe shumë sëmundje tjera të cilat detektohen, tu përfshi këtu atë fenilketonurin, sëmundjen të cilën e përmendëm qysh në fillim, mandej glukozo 6 fosfat dehidrogenazën, galaktozamine e të posalindunit dhe shumë sëmundje tjera metabolike. Çfarë sëmundje janë këto? Po, shifni, çrregullimet e lindurat metabolizmit është një grup i madh i sëmundjeve apo çrregullimeve, vetë emri tregon çrregullimet e metabolizmit, të cilat në shumicën e rasteve janë sëmundje të trashëgume. Do të thotë janë sëmundje të cilat trashëgohen në mënyrë autosome, recesive, shumica prej tyre, dhe atëherë organizmi i të posalindurit, organizmi i njeriut, nuk funksionon në mënyrë të rregullt. Sa i përket atij çrregullimi, do të thotë kemi çrregullimin e një gjeni zakonisht, i cili e udhëheq apo e komandon punën në një zinxhir të caktuar të metabolizmit. Qoftë ky në zinxhirin e metabolizmin e sheqernave, glukozës, qoftë acideve yndyrore, qoftë aminoacideve, proteinave tjera, do të thotë aty ku ky zinxhir është i shkëputur, aty do të kemi pasoja. Shumica prej këtyre sëmundjeve deri vonë nuk janë diagnostifikuar sepse simptomet janë aq të themi kështu diskrete dhe atakojnë shumicën e organeve dhe është vështirë ndoshta fillimisht të mendohet se kemi të bëjmë me këtë sëmundje të caktuar metabolike dhe kjo është arsyeja që është fut ky screening i cili prapë përsëris në shumicën e vendeve të zhvilluara është mandator. Kjo do të thotë që atje nuk kemi nevojë me marr pranimin e prindërve për mu kry kjo analizë. Këtë analizë e bëjnë gjithsesi dhe është obligative për gjithë të posalindurit, mu për këtë arsye. Shteti, një shtet i pasur, investon në fillim për shëndetin e popullsisë, në ditët e para, në orët e para të jetës, në mënyrë që të kursej për ma vonë. Do të thotë, paramendoni sa i kushton një familjes apo një shteti, një fëmijë i cili do të rritet pa diagnozë ose me një diagnozë të vonshme dhe kur më nuk mundemi me i ndihmu. Ai është barë për familjen, është barë për shtetin, sepse normalisht atje shteti
Duhet për kujdeset. Për kujdeset për këto, jo, te ne ende nuk kemi mri në atë fazë, po kjo është arsyeja pse ato i kanë bërë këto analiza mandatore. Besoj që kjo duhet tjetë edhe apel për Ministrinë tonë të shëndetësisë, për instancat më të larta të këtij shteti që të mendojnë për këtë punë, mendojnë për shëndetin, e se shëndeti fillon këtu prej ditëve të para të jetës. Nuk është ndonjë bare madhe materiale e cila nuk mundet me ky shtet me bajt. Duhet vetëm pak vullnet, pak ose organizim edhe mendoj që kishim mri deri te kjo. Doktor, këto gjitha që i folëm ishin këshilla edhe për prindrit, po në fund të bisedës, a e keni ndonjë porosi për gjithë prindrit të cilët do të bëhen ose tashmë veç janë prindër? Porosia përgjithshme është kjo që do thotë fëmiu juaj është në duart e juaja. Drejtohuni gjithmonë te specialistat në moshën e caktuar për sëmundje të caktuar. Është shumë e rëndësishme që një fëmijë posa lindur të lindë në një institucion shëndetësor, të licencuar për lindje. Është shumë e rëndësishme që të përcillet qysh prej momenteve të para të jetës, prej stafit profesional, që të bëhen të gjitha analizat të cilat mund të bëhen edhe duhet të bëhen, që të përcillet mujt e para çdo, zakonisht ne gjithmonë ju themi që gjatë vitit të parë të jetës është mirë që së paku një herë në muaj një vizitë te pediatri am të përcillet ky fëmijë, në mënyrë që ta përcjellim rritjen, zhvillimin dhe nëse duhet me intervenu qysh në ditët e para, në muajt e para të jetës, nëse shohim ndonjë çrregullim apo ndonjë sëmundje. Doktor, faleminderit që ishit mysafir për të diskutuar këto probleme bashkë me shikuesit tanë. Do takohemi pas një jave me tema të tjera, ndërsa tani shikues të dashur do të ndjekim një storje për ceremoninë e 88 ndarjeve të çmimeve Oscar. Për herë të parë në histori, pjesë e kësaj ceremonie ishte edhe Kosova me filmin Shok, dhe kit shqiptarëve na ka bërë përveç të gëzohemi të na rradhë zemra më shumë, edhe pse nuk kemi qenë fitues. Tani do ta ndjekim udhëtimin e filmit Shok që nga ditët e para e deri tek ceremonia Oscar. Për herë të parë, në Tepion e Kuq do të flitej gjuha shqipe. Vajgë shumë gazetar, kemi sartor, kemi regjisor shumë të famshëm. Historia që zgjat 21 minuta, e që pasqyron të kaluarën e hidhur në për të cilën kaluam, mori nominime e çmime të ndryshme. Mirë po ishte çmimi i fituar në festivalin Aspen, ai që filmit Shok i hapi dyert për Oscar. Ata është i sigurt. Një gëzim i papërshkrueshëm. Shok. Kemi hinë historinë e kinematografisë shqiptare, kështu që vërtet është një ndjenjë e jashtëzakonshme edhe jam shumë i lumtur që unë jam për momentin mes këtyre dy aktorëve kaq talentuar që i kanë bërë këtë film me shkullyer kaq larg. Me të marrë lajmin e madh, të gjithë shqipfolësit anën mban botës i bombarduan rrjetet sociale me komente përkrahase ndaj stafit të filmit. Kur aktorët kishin udhëtuar drejt Los Angeles, filmi doli në formë pirate në për webfaqe të ndryshme, dukuri kjo që fillimisht u mendua se do ta dëmtoj projektin. Sigurisht që pirateria dëmton çdo film që shfaqet, domethënë çdo film që në mënyrë ilegale shpërndahet nëpër rrjetet sociale apo dika tjetër, e dëmton filmin, e dëmton producentin edhe distribucionin. Domethënë kompania që ka marrë me distribuimin e me shitjen e këtij filmi në përbot dëmtohet, mirë po filmin nuk e dëmton për Oscar. Pa marrë parasysh pengesat e ndryshme, shokut i cili kushtoi afro 70.000 euro, gjithmonë e më shumë po i afrohej dita e madhe. Përshtypjet e lëna tek juria që do të votonte i rretën apetitet deri në atë pikë sa ky film shihej si pretendenti kryesor.
Përgatitjet për fest ishin bërë nga do. Një të tillë e kishte organizuar edhe kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti në sallën e Kuqe. Kemi pas një ide që për shkak të interesimit tepër të madh të Kosovës në përgjithësi për mbrëmjen e Oscarëve dhe fitoren potenciale të filmit Shok, ta organizojmë kështu një public screening që ta shohim që së bashku dhe si duket ka funksionu kjo ide sepse nga numri i njerëzve që kanë ardhur sot, është tepër mirë, interesim tepër i madh, ndjenjë mirë me të qenë këtu me të tjerë. Emocionet e të gjithëve rritëshin nga videot e Arben Zhaku. Përgatitja, festa e deri tek momenti i nisjes. Në këto inqizime përfshihej gjithçka deri në detaje. Ata që deri dje Oscarin e përcjellnin nëpërmjet televizionit, erdhi dita që ta shkelin tapetin e kuq. So we're just going to send this video and thank you very much. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Thank you very much. Faleminderit shumë. See you in a bit. Glamuri, fustanet e frizurat të cilat e pushtuan karpetin, i lan vend komedianit Chris Rock, i cili ishte moderatori i mbrëmjes. Performanca e çmime të ndryshme, derisa erdhi momenti së vërtetës. Ethet vazhduan deri mbas orës 4 të mëngjesit. Për një moment, u ndal koha, ndërsa të rraurat e zemrës, gati sa ti shok. Përveç suksesit të jashtëzakonshëm të pjesëmarrjes në Oscar, nuk e mori edhe çmimin më të mirë për kategorinë e filmit të shkurtër. Ky çmim shkoi për filmin Stutter, produksion ky irlandez. Dhe mirë që gjitha ta njerës e kanë përsu arritin e drejtarënishme të filmit Shok edhe të kinematografisë kosovare. Mendoj që sonte e kemi pak vështirë, por mas do dite prap kemi qenë shumë krenar për ato që kemi arrit. Veç më shale gojën, e di që shboj kjo punë. Filmi Shok do të mbetet projekti më i suksesshëm shqiptar në arenën ndërkombëtare. Është rrezik. A keni qafu? Betë Nuk do të ndahemi nga ceremonia e mbrëmshme, tani do të ndjekim përmes këtij materiali një përmbledhje se cilët janë fituesit e këtij edicioni e po ashtu si u duken yjet në tapetin e kuq. Leonardo DiCaprio edhe kolegja e tij, Kate Winslet, shihej mjaft e emocionuar dhe gëzuar duke dëgjuar atë. Filmi The Revenant nuk la pa grabi. Kësaj nate ishte filmi që vodhi 6 çmime: Mad Max Fury Road, kostumi, produksioni, makijazhi, editimi zërit dhe zëri. Mad Max Fury Road. Për filmin The Danish Girl, çmimi vetëm këtë natë u dha për aktoren më të mirë supërtuese, Alicia Vikander në rolin e një artisteje. This is the first Oscar and nomination for Alicia Vikander. Wow. Thank you so much. Wow, faleminderit shumë akademisë. Unë ndaj këqme me castin tim të mrekullueshëm, regjisorin tim Tom. Tom, ku je? Faleminderit shumë që besove në aftësitë. Ana është as performanca skenike. Lady Gaga ishte ajo që na la pa fjalë me një performancë të shkëlqyer të këngës Till I Die. You won't know how I feel. Këngë kjo e cila ju përkushtua viktimave të dhunimit seksual. Këngëtarja Gaga u nominua po ashtu edhe në kategorinë e këngës më origjinale të vitit. Në këtë natë nuk lan pa u komentuar edhe dukjet e yjeve hollywoodiane në tapetin e kuq. Disa të veshur thjesht e disa ekstravagant. Me rëndësi, ata nuk na shgënjyen me dukjet e tyre glamuroze.
Po filloj me prezantueset e Oscar, të cilat me fustanet e tyre dukeshin të mrekullueshme. Aktoria Charlize Theron, kësaj here në rolin e prezantueses, kishte veshur një fustan ngjyrë të kuqe nga Christian Dior dhe me këpucë Jimmy Choo. Margot Robbie duke e mrekullueshme me një fustan të lëkurës me ngjyrë ari të dizajnuar nga Tom Ford dhe me stoli të Forever Mark Diamonds. Olivia Wilde u prezantua me një fustan të bardhë nga Valentino Haute Couture, stoli të Neil Lane me një çantë të Roger Vivier. Daisy Ridley kishte veshur një fustan të Chanel Haute Couture dhe këpucë Christian Louis Vuitton, ndërsa Sofia Vergara duke e përsosur me një fustan të Marcisa dhe me stoli të Lorian Schwartz. Emily Blunt kishte veshur një fustan ngjyrosë të Prada me çndisje dampër, ndërsa këpucën nga Sophia Webster. Olivia Munn me një fustan të Stella McCartney, stoli të Forever Mark Diamonds dhe çantë e këpucë nga Jimmy Choo duke e mrekullueshme. Tina Fey, Jennifer Garner dhe Kerry Washington u prezantuan me fustane të Versace. Vazhdojmë të nominuarit e Oscar. Aktoria Naomi Watts kishte veshur një fustan të Armani Pride, stoli dhe çantën nga Bulgari dhe këpucë Stuart Weitzman. Alicia Vikander, e cila ishte nominuar në rolin dyqësor, kishte veshur një fustan ngjyrë të verdhë nga Louis Vuitton. Kate Blanchett, e nominuar për rolin dyqësor, kishte veshur një fustan në formë sirene nga Armani Pride, stoli nga Tiffany & Co dhe këpucë nga Giuseppe Zanotti. Jennifer Lawrence, e nominuar për rolin kryesor, kishte veshur një fustan të Dior Haute Couture dhe stoli nga Chopard. Aktoria Brie Larson, e cila gjithashtu ishte nominuar në rolin kryesor, kishte veshur një fustan Gucci. Kate Winslet, e nominuar në rolin dyqësor, kishte veshur një fustan Ralph Lauren dhe stoli të Nirav Modi. Lady Gaga kishte veshur një kostum të bardhë të bërë me porosi nga Brandon Maxwell dhe me këpucë Brian Atwood. Modelja Chrissy Teigen kishte veshur një fustan të Marcisa dhe këpucë Stuart Weitzman, edhe pse shtatzën ajo duke në mënyrë të mrekullueshme. Kemi ndjekur së bashku detaje nga ceremonia e ndarjeve të çmimeve Oscars, ndërsa ashtu siç ju paralajmërova në fillim të emisionit, në këtë pjesë do të flasim për nisjen e 20 alpinistëve nga Kosova në majën më të lartë të Afrikës. Këtu e kemi edhe kryetarin e klubit të alpinist të Prishtinës, është zotri Nazmi Hasan Ramaj, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Atëherë e dim që gati për çdo javë organizon një nisje në për malet të ndryshme të Ballkanit, po e quaj kështu pasi që janë edhe vendet fqinje që udhtoni ose nisen drejt këtyre vendeve, por kësaj radhe keni marrë një rrugë më të gjatë. Është pikërisht maja më e lartë në Afrikë. Sa jeni të përgatitur? Spari një përmirësim të vogël, kisha bëjmë 22 alpinist. 22, fal. Po dhe jo të gjithë janë alpinist, janë anëtar të klubit Alpin Prishtina. Ndërta janë 5 ose 6 alpinistë si mbas kategorisë, po mendoj sportive, tjerët janë bishkatarë. Mi po janë anëtarë të grupit të Kilimanxharos edhe mendoj që janë shumë përgatitur. Shumica absolute e tyre do të dalin lart, do ta pushtojnë majën. Edhe mendoj që është një grup me përmbajtje shumë të mirë. Ka edhe balancë gjinore. Edhe përgjithësi kur është fjala të aktivitetet javore, është programi i klubit Alpin Prishtina. Rregullisht dalin pe aktiviteteve të ecjeve të thjeshta deri te kasavarit shkëmbore. Do thotë është kuptimin e laryshisë të quaj sportive malore, është i pasur. Ka anëtarë dhe ka gyda certifikuar. Sa i përket Kilimanxharos, është edhe kjo është një prej aktiviteteve që është në program, edhe është Kilimanxharo është në kuadër të përgatitjeve për Everest. Po. Kur do të ndodhë ky udhtim? Ne do të udhtojmë nesër, do të me datën 1 mars nisemi, dhe do të qëndrojmë në Tanzani 13 ditë. 13 ditë. Sa do të zgjasë ngjitja drejt malit më të lartë afrikan? Ngjitja drejt malit do të zgjasë dikun rreth 7 ditë, zakonisht bëhet për 6 ditë, mi po ne kemi lënë edhe një ditë më shumë për ata anëtarë që do të ndihen keq me shëndet, zakonisht trupi njerit nuk funksionon mirë lartësitë mëdha, posa që është trupi femrave, kanë do të thotë kapacitet më të vogël të mushkrive. Edhe duhet me ecë shumë kadale, është e organizuar në atë mënyrë sa është jashtëzakonisht e ngadalshme ngjitja, që me mujtë me pas kohë mu aklimatizu, si e quajmë ne, me sasinë e vogël të oksigjenit në lartësi. Këtu po i shohim edhe disa nga pamjet e juaja që keni bërë në për vende të ndryshme.
të Kosovës. Na thuaj edhe njerë, ishe 20 nga Kosova dhe 2 që vinë bashkangjitën nga vendet të tjera. Po, prej perëndimit, po, në këtë rast prej Suedis. Kjo është ekspedita e parë që ka qenë, ma herë që bo në Kilimanjaro. Pikrisht kjo nëtojmë pyjet e shiut atje. Ne kem pas kërkesa shumë për me u bashkangjitë në grupë, ka pas kërkesa për shqiptarëve në perëndim, ka pas edhe për shtetasve tjerë, me nacionalitetet ndryshme, mirë po me gjithat ekziston një kufizim, sepse grupet shumë ngaja krijojnë kaos edhe nuk munden më menaxhu në kuptimin e sigurisë. Edhe pse maja është shumë i sigurt, e shenjë edhe vetë nuk ka askund shkëmbi apo diçka thjesht është ecje, është maja vetë me këtë lartësi në botë që pushtohet me ecje thjesht. Nuk ka nevojë pajisje as helmetas. Sa një bërë gati me pajisje të tjera ose me ushqim gjana të tjera? Kjo është si ekspedit, në këtë kuptim është shumë e thjeshtë. Nuk ka nevojë pajisje të sigurisë. Ushqim është mirë me marrë dhe pse ushqimin apret atje është i përgatitur në guidat e Tanzanisë që na presin. Do thotë rreth mesnatës e ditës së mërkurë, ne vetëm takohemi me ta në Moshi, qendrën Moshi të Tanzanisë. Po është një dietë krejt tjetër. Është një dietë afrikane, edhe nuk është mirë me fillu me njëherë me përdorat ushqim, o mirë me marrë pak ushqim me vete, po si duhet gradualisht mu naturalizu ma të loj ushqimi. Sa femra gjithsej kanë me qenë pjesë pas që dëgjova që kanë? Po, janë 8 femra. Disa prej tyre janë përgatitën shumë mirë fizikisht, edhe psiqikisht. 2 prej tyre në antarët vjetra të klubit Alpin Prishtina dhe kanë pushtu vitin e kaluar edhe majën e Mont Blanc, Francë. Edhe kanë kry pa probleme, pa aksidente, pa incidente, edhe në këtë rast e përfaqësojnë kretë, si të quaj botën femërore të alpinizmit në Kosovë. Madje 3 prej tyre kanë nga një kauz, i kisha theksu, është Merita Gashi që këtë gjite për javë kushton sensibilizimit për femrat që kanë qenë viktima dhunës seksuale gjatë luftës. është Afërdita Tahiri që këtë gjite kushton për mbledhje fondesh për fëmijët e verbër në Kosovë. Do thotë është 1 metër në gjitje, është 1 euro fond. Edhe është Floriana Bajrami, që njëjtë edhe ajo është të bënë një lloj mbledhje fondesh për fëmijët me kancer në klinikën e Universitetit Prishtinës. Edhe unë si kryetari i Klubit Alpin Prishtina e përgëzoj shumë, edhe jam shumë, si them, jam shumë i vullnetshëm për këto kauzat e tyne dhe komplet klubi do të jetë në shërbim me ndihmu sa ma lehtë mund gjithë edhe me dhonat mesazh. Disa i kanë dhonë shumë kuptim me ekspeditës tonë, me këto kauzat e tyne. Shpresojmë që do t'ja dalim edhe atje, po e dim që është një maje shumë e lartë. Është e lartë, do të ketë, është 5895 metra mbi nivelin e detit. Mi po prapo theksoj nuk ka rreziqe. Mi po gjeografikisht e përfaqëson pllakën kontinentale të Afrikës. Është maja, një prej 7 majave që përfaqësojnë pllaka tektonike të tokës. Ka shumë tentime për ngjitje, ka shumë dështime. Ky llogu i vdekjeve shumë i vogël aty ose i sëmundjeve të lartësisë është shumë i vogël, sepse ki kohë mjaft mi kuptu që duhet më nalë, më këthy ose me marë masa tjera. Pikrisht kjo është detyra guidave të Klubit Alpin, bashkë me guidat e Tanzanisë, me vlerësu për çdo njëri në antar raportin shëndetësor. Ne e quajmë raport, nuk është një raport mjekësor, mirë, po është sjellja personave që e bën të jep shenjë që duhet atë person me ndihmu, ose duhet me kthy, ose duhet më ndalë njërin prej kampeve. A do të organizohet edhe viteve të tjera dhe shikuesit tanë që janë të na pa tash, nëse veç janë inspiruar që t'ju bashkangjiten në vitin e ardhshëm, çfarë kushte duhet t'i plotësojnë? Spari duhet të jenë antar të Klubit Alpin Prishtina. Duhet dalin disa ecje me neve nëpër Kosovë, edhe nëpër rajon, ne rregullisht dalim, edhe ne duhet më njoft me ta, spari duhet më njoft me ata persona, mi pas paku një njohëri të aftësive tyne, preferencës tyne malore, ose për këtë lloj sporti, po jo gjithnjë të vështira ekspeditat. Ne bëjmë ekspedita dhe në veri të Shqipënisë. Rregullisht i kemi ka 2 ditë, 3 ditë, janë guidume, janë të organizume, s'kem pas asnjëherë aksident. Nuk është që kërkohet ndonjë formë shumë e mirë fizike për me marrë pjesë në ekspedita, përveç në ekspedita alpine. Ekspeditat alpine zakonisht pas momentit shpalljes, kur ne si bord i klubit e marrim vendimin me shpallë në rrjet, edhe me lot hapur për qytetar, edhe për antar, atëherë aty futet edhe trajnimi. Pyetja më herët për trajnim. Po. Nuk kemi bënë një trajnim të veçantë përveç ecjeve grupore që kemi në program. Shumica antarëve të cilët janë Kilimanjaro kanë ardhur, kanë ecë me neve, kanë bërë çanta, e kanë pasur çish funksionon klubi, sado kudo dhe ju kanë lexu. Edhe janë shumë vetëdijshëm ku po shkojmë. Janë shumë vetëdijshëm që nuk është lehtë. Mirë, po në anën tjetër do të jetë diçka shumë e paharrueshme, do të jetë një eksperiencë e jashtëzakonshme edhe nëse janë të më dëgju
po ju tregoj që kanë mu knaqë, kanë mu kalu shumë mirë. E keni edhe një qëllim, a ka mu vendos flamuri, keni përfundim ose kur të mrini tek maja, flamuri Kosovës? Flamuri Kosovës, gjithsesi na përfaqësojmë Kosovën atje. Po. Mas parë përfaqësojmë Kosovën, edhe është një mori donatorësh, cilë t'i falenderoj, nuk do t'i kisha cek një nga një, janë shumë donatorë edhe në këtë rast për ekspeditën e Kilimanxharos, kanë bo për krahë jashtëzakonisht madhe. Ka shumë antarë cilët janë për krahë jashtëzakonisht, po edhe vetë klubi, si bordi klubit, ka marrë fonde, po ndonjë kërkesë veçantë marketingu, se me gjitha do t'ua bëjë marketingun, aqë sa mundem. Nuk kemi një organizatë që bëjë marketing, po me aqë sa mundem do t'i ngrisim gjithë flamujt e çdo lloj donatori, do t'i theksojmë atje. Faleminderit shumë që ishit pjesë e misionit tonë, ju dëshiroj shumë suksese dhe besoj që do të takohemi përsëri. Gjithsesi, faleminderit. Ndërsa tani shikues të dashur është koha për një blok të shkurtër të reklamave. Jemi rikthyer pas reklamave, tash është koha për kuriozitetet e ditës. Këtu e kemi edhe Angelën. Përshëndetje Angel. Përshëndetje Gunxhet. Mirë se gjeta, faleminderit. S'ka gjë. Çka kemi sot? Sot kemi disa sekondë, shpesh herë kemi pas në emision. Është si i bën disa epizoda, është një kanal në YouTube i cili quhet 100 vjet bukuri. Tash 100 vjet bukuri ka gjithë epizodat ku brenda 100 vjetëve tregon si janë duk femrat gjatë këtij shekulli në një vend. Për shembull, kësaj here kemi Egjiptin, ku shohim që vitet e para, 2 dekadat e para ishin të mbluara, madje fillon trendet botërore në Egjipt, ku Egjipti bëhet shumë më modern, fillon me u kriju. Për shohim tash momentet ku transformimet shohim viteve të 50-ta vetëm i parafrohet modës botërore, edhe pothuajse duket si pjesë e pjesës kulturës perëndimore, tash për shohim me syze, me flokë. Zakonisht të vitet e 70-ta gjithë po fillojnë më qelë, fillon me ndiku pak kultura hipike, kurse prej viteve të 80-ta, për dallim prej vendeve ndryshme të botës, që fillojnë me pas shumë ngjyra ndryshme, këtu po thjeshtëzohet gjithçka dhe vihet prapë mbulesa. Tash e 2000-ta prapë po kthehet në normale, po prapë është një mbulesë më e thjeshtë, më me ngjyrë, më interesante, edhe ku fillon tash me pas ndikim shumë ose me pas problem Egjipti, edhe po reagon një farë lloj proteste. E kam pas këtë lloj shiritje, kam pas me kohë, kur ka qenë kur kam pas protesta në Egjipt, me ata janë simbolizuar. Kështu që përshojmë që prej vendeve të ndryshme, që është thash kultura që është ka ndryshu, zakonisht këta dojmë me tregu bukurinë se si nduk femra gjatë 100 vjet, gjatë këtij shekulli. Edhe kur i marrim parasysh gjitha vrej ndryshime në stel, ndryshim në modelin e flokëve, në këtë rast e shohim edhe ngrim, në këtë rast e shohim ndryshimin e mbulesave shpesh, se kryesisht ka pasur ndikim feja islame në këtë vend. Përpos diku 3 dekadave kur Egjipti ka fillu me lënë pak anash fejën, po prapë për një moment i kthehet. Si të qoftë po duket bukur. Po shumë bukur, zakonisht femrat nga ajo pjesa sikurse Irani apo Iraku kanë femra shumë të bukur, edhe Egjipti e kanë një farë ngjyrë shumë të mirë për shkak edhe ndoshta klimës që kanë, kështu që sido që të jetë, këto femra gjithmonë duken shumë bukur. Shumë. Definitivt. Çka kemi tjetër? Tjetër e kemi një dizajner tash të orave është, çka ka bërë se është mundu, deri më tash zakonisht orat e mençura kanë qenë të fokusuar krejt në funksionalitet. Tash i është përshtat pak më shumë dizajnit, edhe është mundu me bu një orë pak më interesante, kështu që ma mërmenja shumë femra kanë qef me pas, për shkak dizajnit që ka. Tash të përshojmë që ka bërë se pse është smartwatcher, se e ka një ekran të vogël të si që përshojmë, edhe ka disa funksione më të thjeshta, po që i përkasin edhe hin kjo orë në kategorinë orave të mençura. E çfarë funksione janë këto? Për shembull mundesh me lidh me telefon, edhe në momentit vinë emaila, vinë mesazhet, thirrjet, mandej mundesh edhe nëse lën për shembull një reminder që quhet një kujtesë të tregon
obligon ose edhe thirrjet mundesh mi pranu. Pra i ka gjërat bazike që i kanë pas orat e mençura. Tash në rast kjo ora pse i ka këto gjëra dhe është më i fokusuar në dizajn, nuk është shumë i shtrejt, kushton 250 euro, që është një çmim shumë normal. Sa ora të tjera? Sa ora të tjera, diku ashtu. Ose në rast të shojmë edhe momentit ku mundesh me pagu $280, që i bën diku 270 euro, edhe me marrë edhe me rrypa të tjerë, me ngjyra të ndryshme. Për shojmë që i ka bazike, ka zakonisht në varet prej e ki ngjyrën e hiri, bazën është metalike, kurse i ke edhe versionin me ngjyrë të arit, të cila ndryshon vetëm nga ripi. Kështu që po del që si një orë shumë e mirë, që shumë njerëz po e pëlqejnë për shkak dizajnit që ka dhe që po i përshtatet me modën, për shkak se tjerat po dinë me qenë shumë të thjeshta, apo shumë robotike, kurse kjo përngjan më shumë një ore. Tamam për femna. Bashkë për femna. E treta është një film për Vincent van Gogh. Vincent van Gogh është njëri prej piktorëve më të mëdhenj gjitha kohërave, edhe njihet për stilin që ka pas. Tash kështu duken gjitha pikturat, po çka kanë bërë se e kanë bërë një film që quhet Loving Vincent, me dashur Vincentin, është se e kanë bërë filmin të gjitha prej pikturave. Tash 12 piktura janë punu për çdo sekond të filmit. Janë diku 100 piktorë që kanë marrë pjesë në këtë film për realizimin e filmit, edhe janë mundu, i kanë perfekcionu ose i kanë mësu teknikat e Van Goghut, edhe mënyrën se si ka pikturu, për me artë e realizimin edhe i filmit. Tash para mendo gjithë filmi do të jetë me piktura, vetëm me piktura, për shembull kështu duket, është si pikturë në lëvizje konstant. I ka tash ku dallon. Është shumë interesante se është hera parë që ndodh. Tash ky është portreti i Van Goghut. Në rast për shojmë teknika Van Goghut njihet për këto mënyrat, vizat, qysh i paraqet gjanat vetëm me një ngjyrë apo vetëm me kontraste, i bën kompliment ngjyrët që quhen ngjyra komplementare apo kontraste komplementare në këtë rastin e Van Gogh. Kështu që është shumë interesant filmi, e kanë treguar se e kanë përfunduar, po ende nuk e kanë treguar se kur do të lansohet. Po pritet, po pëlqejet shumë, po mendojnë që me vazhdu edhe në këtë formë edhe piktorëve tjerë me realizu punime. Shumë interesante se për shkak formës, originalitetit vetë punës së artistit në bashkëpunim edhe në formën regjistoriale, kështu i përshtatën. Filmi tregon domethënë për jetën e piktorit, edhe çka ka pikturu, sa ka pikturu. Kështu që është shumë interesant, ne po pres me pa, sidomos unë si adhirues i pikturës. Çka kemi në fund? Dhe për fund e kemi janë 2 gara më të mëdha në botë për fotografi, është e Sonit, kjo që i kemi tash, edhe është e National Geographic. Po ashtu Sony, kësaj here, çka është bazuar, na ka prezantu finalistët, edhe përshojmë fotografitë zakonisht janë prej më të bukurave në botë. Kështu që këtë artikullin do ta postoj në faqen e orës pas ditës, ku mundën me imi pa fotografitë. Tash të flasim për fotografi, po më duket e tepër që secilla e ka mundën me vret qartë prej momentit parë që shihni se sa interesante janë, apo janë bazuar në një person në mes, apo janë bazuar në strukturën e ndërtesa, apo diçka, apo janë mundu me tregu kultura të ndryshme nga bota. Sepse kjo me kash. Të gjitha me ran, po janë shumë të bukura, edhe po thëmë, prap, me folë për to pak më shumë, mendoj se si javlin, se javlin vetëm i këshyrë punimit, ato fotografitë, ato vetë flasin. A shëgojnë gjitha të mira, që përshojmë shumë vendë ndryshme, shojmë ku tash të jëmë fotografu edhe prej pjesave të epërme, ku jëmë mundu me tregu diçka kompozicionale, apo diçka një fenomen të natyrës, apo disa gjana që zakonisht nuk i shojmë. Dim që fotoreporterët janë ata që konstant shkojnë. Jo i kapi, po e japin jetën për me bo një fotografi të mira, dhe konstant janë në varg të punës, konstant janë të punu, sikur se polici se desh uniformën, kur ashtu edhe fotoreporteri, gjithmonë është dikun duke fotografu edhe shkojnë në vende dhe pikat të ndryshme që na shprejnë disa eksperienca që ndoshta i kemi pa, po nuk na kujtohen, apo janë vetëm shumë të rastësishme, e me anë të fotoreporterëve këta i fotografojnë momente shumë bukura që na bën edhe mi pa këto
sikur se këto pamje që po i shohim. Na bën të njihemi me shumë gjëra të cilat ne sigurisht që nuk mund t'i shohim, ose të gjithë nuk do t'i mrinim asnjëherë. Sigurisht. Siç i pam, të gjitha këto fotografi si thash, do t'i postaj në faqen e Orës pas ditës, ku mundeni të gjithë me i pa dhe ma merr mendja që kanë më pëlqyer. Faleminderit Angel. Faleminderit vërtet. Shihemi nesër prap. Patjetër. Ndërsa ne, shikues të dashur, tani do të shkojmë në Dragash. Gazetarja Shqipe Berisha na ka sjellë një storje për një fabrikë të industrisë. Ta shohim se për çfarë bëhet fjalë. Secili ka zënë pozicionin e tyre. Të 30-it po e komandojnë makinën para vetës. Kjo punëtori tekstili prodhon veshmbathje nga gjinset deri tek pizhamet e natës. Kur puna fillon në këtë tavolinë të madhe shtrihen materialet, u jepet modeli, matja dhe pastaj prehen. Për çdo detaj kujdeset zotëri Emredini. Procesi i punës në na fillon mas vori, fillojmë me modelin. Mas modelit fillojmë i bëjmë shablonat që duhet. Mas modelit fillojmë edhe me numrat caktume që i kemi mi bo. Do më thonë vjen te premja. Prej premjes bëhet kepja. Me dhjetra dizajne janë në dispozicion të punës. Sa i përket materialeve, na mas shumë t'i punojmë me pamuk, 100% koton që është. Do më thonë kemi edhe materiale me asi 95% pamukut edhe 5% likra që është. Do më thonë elastik është. Pjesa e prerë dhe e modeluar kalon në fazën e punimit. Puna jeme është këtu procesi kepjes, se të verifikojmë të materiali, mande vjen të une. Une për mu nuk është punë që është e vështirë, jam thua që 2 vjetë. Une e përfundoj për 2-3 minuta, ma të kaloj të kolegja tjetër. Procesi punimit të pizhamave kalon në disa makina të qepjes sa në njërën në tjetrën. Kur makina përfundon, ato shkojnë në duart e njërës nga vajzat, kështu i largohen të pricat e perit të mbetur. E kurosën dhe futen në paketim. Kjo punëtori si e vetë një në anën e Dragashit funksionon më shumë se 2 vite. Shpërndarja me shumic bëhet në shumë pika të Kosovës. Kjo fabrik funksionon që 20 muj. Prodhim kemi prej trenerkave burrave, grave, fëmijëve. Prodhojmë hellanke, grillanke, body, trenerka, pijama për fëmijë, për gra, për burra. To i dërgojmë në Gjakov, në Prizren, Pejnë, Gjakov, Perizaj, Kush Kosovë. Kërkesa e madhe për to ka rritur edhe kapacitetin e punës. Shikues të dashur të Orës së pasdites, kaq kemi përgatitur ne për ju sot, ndërsa ju mund të na ndihni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube Klan Kosova, si dhe në Facebook Ora e Pasdites. Faleminderit, shihemi nesër.